Dhomën më të famshme që mund të gjesh në Shqipëri nga ana ndërkombëtare, dhoma është dhoma e Kalit, Jakush Kali, është në agroturizmin Mrizi i Zanave. Çdo gjë është prodhim vendas me përjashtim dyshekut, që siç thot Altin Prenga nuk e gjen dot në fisht, po të vini re, edhe ato sapunët janë të zonës, gjithçka tjetër pasaj është me standarde tipike ndërkombëtare dhe me detaje të gjitha, shiheni edhe aromatizimi, ndërkohë që këtu është dhoma më e bukur. Është ish shtëpia e gjyshit të Altin Prengës, e cila nga që ishte rënuar, nuk e ndërtuan duke bërë prap mur guri, por e arnuan me xham. Arnimi me xham e bëri atë dhomën ndoshta më të famshme në gjithë Shqipërinë për arsye të miliona shikimeve në faqet kryesore të arkitekturës botërore. Këto janë pjesët e dollapëve, i hapa unë që duke në kollaj. Kjo është dritarja, që ka edhe mekanizmin si që ka pas dikur, që mbyllet, ndërsa këtu janë krevati i madh dhe krevati i dytë, edhe mobiljet janë bërë në fisht, edhe këto pikturat të Ganit Çekrezit shumë bukura, të vendosura mbi gur, dhe këtu pastaj është pamja mahnitse që të bën të shohësh nga krevati drejt për drejt deri tutje në zonën ku prodhohet, shifeni, vera në fisht.